Albana Osmani ka kohë që është bërë më familjare se kurrë. Ajo zgjodhi që edhe ndeshjen e kombëtares ta ndiqte me prindrit e saj, ndryshe nga kolegët. Në foto duket Albana me mamin dhe babin, duke kthyer nga një birr në Elbasan. Capital T ka vazhduar radhën e gjatë të tifozëve VIP me këtë foto në të cilën duket më patriot se kurrë dhe me urimin e përzemër të fitores. Beatrix Ramosa gjithashtu u gjend në stadium dhe u bashkua brohoritjeve të shumta të tifozëve shqiptar. Duhet thënë se ka edhe një imazh të mirë për rastin, pasi flokët e kuqe shkojnë fiks me rastin në fjalë. Lori dhe Sara Hoxha u gjendën në zonën VIP të stadiumit duke bërë tifo për kombëtaren, dhe ndër të tjera postuan edhe një video duke kënduar himnin e flamurit. E morën shumë seriozisht vajzat pasi u kujdesën edhe për aksesorët siç mund ta shohim në foto. Lorit mund të themi që qeleshtja i paska goxha hije. Familjes Hoxha i është thuar edhe një tjetër pjesëtar, e bëhet fjalë pikërisht për Ledion Liçon, i cili ju bashkua motrave Hoxha për të brohoritur së bashku në stadium. E ku ka më bukur se të ndash ndjenjen e atletarizmit me të dashurën e zemrës.